Ajo që ndodh në vendin tim, e quajtur Shqipëri, nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Nuk di se me çfarë fytyre guximi kur ajo, pas 12 vjet qeverisjesh, dalin dhe i kërkojnë votën qytetarëve, pasi i vodhën, i lodhën, i ropatin raskapitën dhe i thonë që do japin pasaportën europiane. Në momentin që shqiptarët kanë pasaportën europiane, kanë zgjidhur gjitha problemet. Nuk ka nevojë as të kurohen, as të arsimohen, as të punojnë, as të hanë, as të pinë. E kuptoni çfarë tallje po e bët këtij vendi dhe këtij kombit apo jo? Këtij popullit që mban mbi supë barrën e gjithë ditës, ndërsa këta ndajnë pasurinë e përbashkët me të njëjtat emra dhe të njëjtat fytyra. Por ky nuk është një problem ekonomik. Kjo është një padrejsi morale. Qa mostrash janë kthyer këta? Këta nuk janë shqiptar. Këta nuk janë shqiptar. Këta janë mostra.